Statuja e heroit kombëtar të Shqipërisë Skënderbeut që do të vendoset në Budapest është kritikuar nga artistë të njohur shqiptar dhe studiues të artit. Kritikat kanë nisur pasi ambasadori i Shqipërisë në Hungari, Arjan Spase, ka zbuluar detaje nga ndërtimi i statujës, i cili, siç shihet në foto, është ende i papërfunduar. Ambasadori ka bërë një vizitë në studion e skulptorit bullgar Mihali Gabor dhe ka njoftuar se statuja do të vendoset përballë bashkohësit të Skënderbeut, heroit hungarez Junius Hunyadit. Në faqen e ambasadës shqiptare në Hungari shkruhet se pas disa ndryshimeve në fizionominë e portretit dhe lejes përfundimtare të Këshillit Bashkiak, statuja do të vendoset në parkun qendror të qytetit, përballë statujës së Junius Hunyadit. Ndërkohë, dekani i Fakultetit të Arteve Figurative në Universitetin e Arteve, Ardian Isufi, ka reaguar ashpër për deformimet që janë bërë tipareve dhe imazhit të heroit kombëtar. Nuk kam parë ndonjëherë Skënderbeu më impresionues ambik, por jo shqiptar. Padyshim mund të jetë hungares, bullgar apo serb, por kurse si shqiptar. Fundi i fundit, sipas shprehjes së urtë popullore, edhe kjo me ngjyrë artistike dhe historike nuk do të zgjasë më shumë se 3 ditë dhe do ta ngulin aty ku e kam paravendosur, duke vazhduar të shtrembrojnë në mënyrë konstante historinë dhe kulturën tonë. Por ajo çfarë më vjen keq është se palë me këtë rast bëhet edhe ignoranca jonë institucionale e zyrtarëve tanë par excellence, që i kemi dërguar me taksat tona për të promovuar Shqipërinë dhe po e çmeritojnë me sukses të papar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Dekani Isufi mëtej në reagimin e tij i quan ignorant me portofol nga Ministria e Jashtme, realizuesit e këtij projekti, dhe shprehet se të paktën duhet i sugjeronin arkivat e Vatikanit këtij skulptorit hungarez për të analizuar fizionominë e Skënderbeut, sepse aty ka me 10 gravura ku mund të interpretohej figura e tij, si prijës dhe diplomati shqiptarëve. Ndërkohë, gjatë këtyre 2 ditëve në rrjetet sociale në Facebook kanë shpërthyer kritikat më të ashpra, duke i quajtur skandaloz këtë imazh që do të prezantohet në Budapest si heroi kombëtar i shqiptarëve.